Jam në borxh me të. Gjesti shokon me rrëfimin për ish të dashurën diellzën. Do ta takoj dhe do t'ja kthej gjithçka që ka bërë për mua. Pasi rrëmbeu fitoren e Big Brother Albania 4, Gjesti po vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, jo vetëm për lidhje me Egli Takon, por edhe për deklaratat prekse që ka dhënë për ish të dashurën e tij, diellzën, vajzën që ai vetë cilsoi si njeriu që më ka mbajtur në këmbë për 5 vjet. Gjatë një interviste të fundit në post Big Brother, fituesi i shumë përfolur u pyet nëse kishte pasur ndonjë kontakt me diellzën pas daljes nga shtëpia. Përgjigjja e tij ishte e sinqertë, e drejtë për drejtë dhe mjaft emocionale. Nuk kemi pasur kontakt. Nuk më ka shkruar, as nuk kam folur me të. Por e di që do ta takoj dhe do t'ja kthej të gjitha që ka bërë për mua. Unë jam ky. Ndihem në borxh ndaj saj. Këto fjalë prekse kanë bërë që rrjetet sociale të shpërthejnë me komente dhe diskutime. Diellza, që nuk ka qenë pjesë e spektaklit, është përmendur vazhdimisht nga Gjesti gjatë qëndrimit të tij në shtëpi, jo për dramë, por për mirënjohje dhe respekt të thellë. Publiku e ka parë këtë rrëfim si një tjetër anë të artistit pejan, larg tensioneve, debateve dhe lojës së reality show. Ndërkohë, raporti i tij aktual me Egli Takon vazhdon të zhvillohet jashtë shtëpisë. Dyshja kanë treguar se po shijojnë kohën bashk dhe janë të fokusuar në projektet e tyre personale e profesionale. Sipas tyre, lidhja ka kaluar disa ulje ngritje gjatë Big Brother, por tashmë çdo gjë po ecën në rrjedhën e duhur. Por pikpyetja që ka mbetur në ajër për fansat është: a do të ndodhë vërtet takimi mes Gjestit dhe diellzës? Dhe çfarë do të sjellë ai moment për të dy? Një gjë është e sigurt, Gjesti nuk e ka harruar atë që ajo ka bërë për të, dhe duket se ndjen detyrim të tregojë mirënjohjen e tij.